Këto janë amelsinat tradicionale që përgatiten për festën e baballarëve këtu në Itali e quhen zeppoli di San Giuseppe. Baza është një pasta shu e mushur me krem pasticceria. Atëherë filloj me përgatitjen e brumit. Në një tenxhere hedhim ujë, shtojmë krypen, hedhim gjalpin e vendosim zjarr dhe në momentin që merr val hedhim mielin. Përzim mirë derisa të shkputet brumi nga tigani. E hedhim në një anë tjetër duke e përzi për 1 minutë e masanaj shtojmë vezë një nga një. Do më thanë, kur të marrë vezën e parë mirë brumi, hedhim tjetërën kështu me radhë, duke përzi derisa të përfitojmë konsistencën e brumit që shikoni në video. E fusim brumin në një shiring pasticcerie dhe ju japim formë amelsinave tona, të cilat i fusim mu pjek në furrë para ngrohur në 190 gradë derisa të jenë gati. Sa po t'jenë ftohtë, i mushim me kremin që i kena përgatit ma parë, sipër sipas dëshirës, se qelçëshie ose qershi kompost. Faleminderit e gëzuar festën!